Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj zhvilloi një takim me banorët e fshatit Kropisht në Bashkinë e Selenicës. Banorët e ndershëm e punëtorë të Kropishtit, sipas Leskajt, kanë probleme të mëdha, të cilat ngelen ende të pasgjedhura, siç janë infrastruktura, shpopullimi, papunësia e varfëria. Banorët e kësaj zone, sipas Leskajt, do t'i kthejnë hakun që meriton me votë pa përgjegjshmërisë së qeverisë. Ai prezantoi programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ku në qendër është qytetari, fermeri, pensionisti, biznesi i vogël e i mesëm. Drejtuesi politik Bujar Leskaj theksoi se Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore e ka këtë program jo thjesht një alternativë politike dhe qeverisëse, por e ka si projekt madhor kombëtar për vetë rëndësinë historike që kanë këto zgjedhje. 11 maj është dita e qëndrimit të madh të shqiptarëve për të ardhmen e vendit. Në 11 maj me votën tonë do të vendosim ndryshimin, thot ndër të tjera Leskaj. Drejtuesi politik shoqëroi edhe nga kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Atyrt Hoxha dhe Ridvan Mersinaj. Leskaj i ftoi banorët e Kropishtit të votojnë më 11 maj, sepse ndryshimi nuk është më pranë se kur. Tani ai është vetëm në dorën tonë, te vota, shprehet ndër të tjera Leskaj.